është dëshmia më kredibile, ata mbetën pagoj. UÇK-ja e tilla ashtu siç ishte, pra e pa organizuar, ishte një forcë cilës ja kishte frikën Serbia. Po në disa dimensiona e plotson kushtet për qenë dëshmitari kryesor i gjithë procesit, jo vetëm i mbrojtjes, mirë po edhe i prokurorisë. Dhe u dëshmua ajo që pritej. Pra ai konfirmoi edhe një herë dy gjëra për mua jashtëzakonisht të rëndësishme. E para që UÇK-ja jo vetëm që nuk ka qenë në ndërmarrje përbashkë kriminale, mirë po UÇK-ja ka pas probleme bazike në strukturim dhe në hierarki për shkak se ka qenë një guerrill e re, e cila për shkak të suksesit të madh që ka pasur për kohën e shkurt harrohet për sa kohë shkurt ka operuar. Pra, për vetëm pak vite, UÇK-ja arriti të bëjë një forcë e cila për nga jehona ishte shumë e madhe, mirë po faktikisht ishte një ushtri jo e rregullt, e siç tha Clarku, mirë mbahej më shumë nga vullneti i madh i patriotëve që e përbënin për të luftuar se sa nga një organizim i jashtëzakonshëm që mund ta ketë pasur. Rrjedhimisht, as ka mundur të ketë anash kurrë aktiviteti kriminal siç e pretendon prokuroria. Kjo e para. E dyta që besoj që ishte shumë e rëndësishme, rikonfirmimi i faktit që UÇK-ja e tilla ashtu siç ishte, pra e pa organizuar, ishte një forcë cilës ja kishte frikën Serbia. Dhe këto s'po e them unë, po e thot Wesley Clark, dhe gjithashtu për mua ishte e rëndësishme së veçantë fakti që Clark rikonfirmonte vullnetin e madh të pjesëtarëve të UÇK-s për të bërë luftë, për të zhvilluar luftë deri te synimi përfundimtar që ishte çlirimi. A e bëri dallimin në pyetjet e prokurisë, dallimin esencial se çka është një grup terrorist dhe çka është një grup i njerëzve që luftojnë për lirinë e vet? Po, pa diskutim dhe atë që thash më herët, fakti se po flet kush po flet, si për nga ekspertiza, si për nga shkollimi, si për nga pozita, si për nga njoja e terrenit në kohën kur ka ndodhur gjithçka, atëherë ajo është thjesht i pakontestueshëm. Për këtë arsye edhe për mendimin tim, besoj edhe të avokatëve, është dëshmia më kredibile, rrjedhimisht më shfaqësuese që ka pasur deri më tani në para prokurisë speciale, dhe në fakt ata mbetën pagoj, keni mundur djesë të shihni se si pretendoi të kapi për disa fjalë. Çka më pas ishte edhe befasia ime, sepse Ermal, nëse nuk po gjatem shumë, është krejt tjetër eksperiencë ta përcjellësh seancën nga ajo një farë tribune improvizuar, ku të nda një farë perde e xhamit me sallën, e krejt ndryshëm nga televizori. Këtë farë sensën e padrejtësisë, absurdit, zymtësisë, shumë e ndjen kur e sheh ashtu live se sa nga televizori. Përkundërse në televizor ndjehet mjaftueshëm.